Së fundmi, rrjetet sociale po mbushen me imazhe dhe harta historike që përpiqen të paraqesin gadishullin ilirik dhe trojet shqiptare në forma të shtrembëruara, të mbushura me emërtime të sajuara dhe shpesh të rreme. Një prej tyre është edhe kjo hartë që shfaqet si territori i lirë, por në fakt nuk ka asnjë bazë shkencore. Ku është problemi? Këto harta nuk bazohen në burime arkeologjike, historike apo gjuhësore serioze. Janë krijuar për propagandë nacionaliste, shpesh serbe, greke apo të huaja, me qëllim që të përqeshin historinë e shqiptarëve duke i futur ata në të njëjtën lojë të rreme. Përdorin emërtime të çuditshme që nuk përputhen as me burimet antike, as me të dhënat shkencore moderne. Çfarë ndodh kur shqiptarët i shpërndajnë këto harta? Pa vetdije bëhen pjesë e një propagande që ul, jo që ngrit historinë tonë. I japin armëve të historisë të fqinjëve tanë një mjet për të thënë, shikoni, edhe vetë shqiptarët nuk din çfarë thonë, shpërndajnë harta qesharake. Hedhin baltë mbi faktin se ne kemi një histori të mrekullueshme dhe të dokumentuar, nga Pellazgët, Ilirët, Arbëreshët deri te Shqipëria moderne. E vërteta që duhet mbrojtur. Shqiptarët janë një nga popujt më të hershëm të gadishullit. Ilirët, Dardanët, Taulantët, Pirustët, Enkelejt, Pajonët dhe shumë të tjerë janë dëshmuar nga autorët antik. Gjuhësia moderne e lidh drejt për drejt gjuhën shqipe me vazhdimsinë ilire. Arkeologjia shqiptare ka dhënë prova të qarta për qytetërime të hershme autoktone që s'kan nevojë për fantazi e për harta magjike. Mesazhi i fortë. Prandaj, kushto që shpërndan harta të tilla mashtruese jo vetëm që nuk ndihmon historinë tonë, por përkundrazi e përdos atë. Bëhet vegël e faqeve ultranacionaliste të huaja, që kanë një qëllim të vetëm, të tallin dhe të zhvlerësojnë trashëgiminë shqiptare. Shqiptarët nuk kanë nevojë për falsifikime. Ne kemi një histori të lavdishme, të parët në gadishullin ilirik, një trashëgimi që flasin gurët, mbishkrimet, qytetet e lashta, gjuha dhe kultura jonë. Mjaft me harta të rreme. Koha është të mbrojmë historinë tonë me dinjitet, shkencë dhe fakte, jo me manipulime të huaja.